Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga koalicioni AKI në Maqedoninë e Veriut, Skënderë Xhepi Zedi në intervistë televizive në Debat 21 shprehur i bindur se opozita do të fitojë të gjitha komunat në raundin e dytë të zgjedhjeve të 2 nëntorit. Në Tetov kemi bindje se qytetarët shqiptar do të penalizojnë duke i dhënë përkrajen kandidatit ton, tha Zedi. Mëtej, përfaqësuesi i opozitës tha se edhe Strugën do ta fitojnë edhe Melecë të Tovën, ndërsa nuk munguan thirrjet për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Nëse kryeministri, nëse këto partnerët e vlenit konsiderojnë që janë më të fuqishëm politikistë, Aleanca Kombëtare për Integrim, le të urojnë të shpallin zgjedhjet e ardhshme të parakohshme parlamentare dhe le ta zhdukin Aleancën Kombëtare për Integrim pasi që kanë më të fuqishëm. Nga koalicioni Vlen akuzojnë Aleancën Kombëtare për Integrim se po bashkëpunon me Partinë Levica. Tetova, Dibra dhe Struga dhe çdo komunë shqiptare duhet ta dinë më 2 nëntor vota për KI-n është vot për Levicën, për anti-shqiptarizmin dhe për turpin politik, thon nga Vlen. Sipas këtij koalicioni ka dëshmi për bashkëpunim. Në Tetov po ndodh skandali më i rënd politik i këtyre zgjedhjeve. Fotografia që po qarkullon në media ku shihet përfaqësuesi i shtabit të AKI-s në Tetov në takim me kandidatën e Levicës është dëshmia më e qartë se ky koalicion është gati të shes çdo vlerë kombëtare vetëm që të fitojë pushtet, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut, Vlen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Një ditë pasi nuk ju përgjigj thirrjes së SPAK për të dëshmuar mbi çështjen e Netim, zëvendës kryeministre e Shqipërisë Belinda Balluku rikthehet në Tiranë për të prezantuar ish-ministrin e qeverisë Kurti, Liburna Liu, si drejtori i ri i portit të Durrësit. Ajo vlerësoi funksionin dhe rolin e tij gjatë qeverisjes në Prishtinë. Liburna Liu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politik, me 2 mandate deputeti në Parlamentin e Kosovës, me një karrierë të gjatë në ekzekutiv, 4 vite ministër, pra i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, dhe padyshim një koleg i mirë, i cili Kosovën dhe Shqipërinë i ka parë gjithmonë si një treg i përbashkët i zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturor. Prokuroria e posaçme ka regjistruar emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku si person në Netim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Ftesa për paraqitje mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prençi, i cili ka kërkuar që zëvendës kryeministri të jetë asistuar nga një avokat, një praktik që nënkupton se ndaj saj mund të komunikohet zyrtarisht një akuzë penale. Pas refuzimit për të paraqitur ditën e hënë, mësohet se prokuroria e posaçme ka lëshuar një flethirje të dytë ku i kërkohet zëvendës kryeministres që të shkojë përpara hetuesve ditën e premte. Belinda Balluku mban detyrën e zëvendës kryeministres që prej korikut 2022 si dhe atë të ministres së infrastrukturës dhe energjisë që nga janari 2019. Vakancat në sistemin e drejtësisë dhe dosjet e mbartura ndër vite janë shqetësimet kryesore të paraqitura dhe nga kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor në Shqipëri. Gjatë raportimit në Kuvend, Ilir Rusi deklaroi se nëpërmjet finalizimit dhe miratimit të strategjisë kombëtare për uljen e çështjeve të prapambetura 2024-2027, në kuadër të kësaj strategjie janë miratuar një seri aktesh ligjore, si dhe janë ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve gjyqësore. Sipas tij, janë trajtuar 7 procedime disiplinore për gjyqtarët gjatë vitit 2024 dhe 5 çështje të mbartura nga viti më parshëm. Sa i përket hartës së re gjyqësore, Rusi tha se ka kaluar 1 vit nga zbatimi i saj dhe janë vënë re disa përmirësime të ndjeshme. Inspektori i lartë i drejtësisë në Shqipëri, Artur Metani, gjatë raportimit para Kuvendit të Shqipërisë për veprimtarinë e institucionit që drejton gjatë vitit 2024, vlerësoi se efektiviteti dhe cilësia e sistemit të drejtësisë nuk janë në nivelin që i përgjigjen pritshmërive të qytetarëve shqiptar. Në këtë vit, inspektori i lartë kishte 2854 ankesa për trajtim. Nga këto, ka trajtuar 1374 ankesa. 54 prej tyre kanë përfunduar me hetim disiplinor. Gjatë vitit 2024 ka një dyfishim të kërkesave për procedim disiplinor. Konkretisht, janë 11 magjistratë të proceduar, 6 gjyqtarë dhe 5 prokuror, me masa që variojnë nga shkarkimi nga detyra deri tek vërejtje konfidenciale. Sipas Metanit, ngarkesa e jashtëzakonshme e punës dhe numri i lartë i çështjeve gjyqësore mbetet një ndër sfidat më serioze që cënon cilësinë dhe kozgjatën e proceseve gjyqësore, si dhe të drejtat të shtetatëve shqiptar në kuadër të procesit të rregull ligjor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.